Policia e shtetit bën me dije se janë në pranga 6 shteta, si dhe shpallur në kërkim një tjetër pas ngjarjes së ndodhur ku godit për shkak të detyrës shefi i hetimit të krimit komisariatit policisë Sarandë, i cili ndërhyri për të parandaluar për shkallëzimin e një konflikti mes rojeve të sigurisë në një lokali me disa shtetas. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skëndir Hita, pezulluar menjëherë nga detyra dhe ka urdhëruar drejtorinë e standardeve profesionale për nisjen e hetimit disiplinor ndaj 2 punonjësve të policisë për 2 punësim pa leje në lokalin ku ndodhi konflikti dhe për mos ndërhyrje për parandalimin e përshkallëzimit të konfliktit. Gjatë konfliktit, shefi i hetimit të krimit në komisariatin e policisë Sarandë, nën komisar MB, po kalonte në rrugë me mjetin e tij dhe kur ka konstatuar konfliktin, ka ndaluar duke u prezantuar me detyrën që mbante dhe duke u ndjekur të parandalonte përshkallëzimin e konfliktit. Policia informon se rojet e sigurisë së lokalit nuk e kanë ndalur konfliktin fizik, por kanë filluar të godasin me grushta dhe shefin e hetimit, i cili ka kaluar në vetëmbrojtje dhe ka arritur të komunikojë me shërbimet e policisë për të kërkuar ndihmë. Pas rreth 1 minuti, kanë shkuar në ndihmë shërbimet e forcës posaçme Shqiponia dhe forcat kombëtare të sigurisë, të cilat kanë neutralizuar përshkallëzimin e konfliktit dhe kanë shoqëruar disa persona që janë gjendur të pranishëm në konflikt. Shërbimet e policisë kanë vijuar kontrollet dhe në një banesë në fshatin 6 Sarandë kanë lokalizuar dhe shoqëruar edhe pjesën tjetër të rojeve të lokalit ku ka ndodhur konflikti fizik. Sipas njoftimit, në vijim të veprimeve të kryera nga oficerët e policisë gjyqësore në bashkëpunim me prokurorinë Sarandë, është bërë arrestimi i shtetasve MK 35 vjeç, administratori i lokalit ku ndodhi konflikti, EN 38 vjeç, FH 35 vjeç, IQ 34 vjeç dhe AK 31 vjeç, ushtarak në Zallher, roje sigurie në lokalin ku ndodhi konflikti, si dhe BS 29 vjeç, taksist. Por në vijim të veprimeve, u bë shpallje në kërkim të shtetasit PD 28 vjeç, roje sigurie në lokalin ku ndodhi konflikti. Gjithashtu në lidhje me ngjarjen e ndodhur, me urdhër të drejtorit përgjithshëm të policisë, u pezullua menjëherë nga detyra 2 punonjësit e policisë, inspektor ASH, efektivi i repartit të Risi, si dhe nënkomisar AB, efektivi i Renias. Këta punonjës të 2 punësuar pa leje në lokal ku ndodhi konflikti nuk kanë njoftuar policinë për konfliktin që po ndodhte dhe pavarësisht se ishin jashtë detyrës, duhet të ndërhynin për parandalimin e përshkallëzimit të konfliktit. Ndërkohë, Drejtoria e standardeve profesionale në policinë e shtetit ka dërguar një grup pune në Sarandë, ku ka nisur hetimi disiplinor për punonjësit e policisë, tashmë të pezulluar nga detyra. Hetimet vijojnë nga prokuroria për vënien para përgjegjësisë ligjore të gjithë personave të përfshirë në këtë ngjarje.